Lajmi i kopshëm ndahet nga jeta mjekja anesteziste në QSUT. Këtë të enjte, Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza, përmes një postimi në Facebook, ka ndarë një lajm të trisht, pasi mjekja anesteziste reanimatore në QSUT, Nertila Kodra Gora, ka ndëruar jetë si pasojë e një sëmundje të rëndë. Prej 27 vitesh, doktoresh Nertila ka shërbyer si mjekë specialiste e anestezisë dhe reanimacionit pranë shërbimit të kirurgjisë së përgjithshme në QSUT. Për ndarjen nga jeta të mjekes Nertila Kodra ka reaguar edhe Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza, e cila shpreh ngushëllime vajzës së saj, bashkëshortit, prindërve, miqve dhe kolegëve që ndan me të jetën dhe profesionin. QSUT i shpreh ngushëllimet familjes, miqve dhe të afërmëve për ndarjen nga jeta të mjekes anesteziste, doktore e shkencave mjekësore, doktoresh Nertila Kodra Gora. Prej 27 vitesh, doktoresh Nertila ka shërbyer me përkushtim, ndershmëri dhe humanizëm si mjeke specialiste e anestezisë dhe reanimacionit pranë shërbimit të kirurgjisë së përgjithshme në QSUT. Ajo spikati për profesionalizmin, urtësinë dhe dashurinë e pakushtëzuar për pacientët dhe kolegët. Në këtë moment vështirë, stafi i QSUT-s u shpreh ngushëllimet më të sinqerta vajzave të saj, bashkëshortit, prindërve, miqve dhe kolegëve që ndan me të jetën dhe profesionin. Pushon në paqe. Nertila, do të kujtojmë me respekt e mirënjohje të përjetshme, thuhet në reagim.